Një zjarr I fuqishëm ka përfshirë një lokal në lungomare të Vlorës. Në pamjet e publikuara në rrjetet sociale, shihet se flakët janë të fuqishme dhe arrin deri në disa metra. Edhe pse forca zjarrfikse janë në terren, duket se ato janë të pafuqishme përballë një zjarri të tillë I cili ka rrezikuar edhe disa biznese të tjera. Deri në këto momente nuk janë raportuar për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale mendohet të jenë të konsiderueshme. Ende nuk dihen shkaqet që çuan në përfshirjen në flak të lokalit, I cili duket se është shkrumbuar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. I uftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.